Në shtëpinë e Big Brother Kosova, shpesh ndodhin momente që nuk lindin nga konfliktet apo dramat e mëdha, por nga keqkuptime të vogla, të pafajshme, që përfundojnë duke sjellë të qeshura, reflektime dhe një afrim më njerëzor mes banorëve. Një nga këto momente ndodhi një pasdite të qetë, kur tensionet e ditëve të fundit dukeshin sikur ishin zbehur disi. Benita ishte ulur në divanin e sallonit, duke rrotulluar filxhanin e çajit nëpër duar. Ajo kishte vënë re prej kohësh se Arditi kishte një qetësi të veçantë, një lloj harmonie në mënyrën si fliste dhe si reagonte në situata të vështira. Kishte diçka tek ai që i dukej sikur kishte lidhje me artin. Me muzikën, me diçka krijuese, Arditi, nga ana tjetër, po rrinte pak më larg, duke rregulluar kitarën që produksioni ua kishte lënë banorëve për momente relaksi. Nuk po luante ende, vetëm po prekte telat lehtë, sikur po i dëgjonte me kujdes para se t'i jepte zë. Benita e shikoi për disa çaste dhe, pa shumë mendim, vendosi ta pyes. Zëri i saj ishte i qetë, pa asnjë nënkuptim të fshehur, thjesht kurreshtje e sinqertë. Ardit. Cilit instrument i bie? Se duket sikur bën muzikë të bukur me dorë. Pyetja ra në ajër për disa sekonda. Arditi ngriti kokën, e pa Benitën dhe u ndal. Në fytyrën e tij u shfaq një shprehje hutimi, jo bezdje, por konfuzioni i dikujt që nuk është i sigurt se çfarë sapo ka dëgjuar. Me fal, tha ai, duke buzëqeshur lehtë, e ke fjalën. Me një dorë apo me dy duar? Se nuk po e kuptoj saktë. Në atë moment, heshtja u mbush me një tension të lehtë, por jo të rëndë. Disa banorë që ishin pranë kthyen kokën. Alba ngriti vetullat. Limi qeshi nën zë. Benita, për disa sekonda, mbeti e shtangur, pastaj e kuptoi se si pyetja e saj mund të ishte interpretuar ndryshe nga sa e kishte menduar. Jo, tha ajo shpejt, duke qeshur nga situata, e kisha fjalën për instrument muzikor. Piano, kitar, diçka të tillë. Arditi shpërtheu në një buzëqeshje të plotë. Ah, mirë atëherë, tha ai me humor. Se për një moment mendova që po flisnim për dy gjëra krejt të ndryshme. Të qeshurat u përhapën në sallon. Momenti, që mund të ishte kthyer në siklet, u shndërrua në një nga ato skena të vogla që e bëjnë jetën në shtëpinë e Big Brotherit më njerëzore dhe më të lehtë. Arditi mori kitarën në dorë dhe filloi të luante lehtë. Gishtat e tij lëviznin me siguri, herë butë, herë më fort, duke krijuar një melodi të thjeshtë, por të ndjerë. Banorët u qetësuan. Disa u ulën në dysheme, disa mbyllën sytë për pak çaste. Benita e shikonte, tani me një buzëqeshje të qetë, sikur të kishte marrë përgjigjen që kërkonte, jo vetëm me fjalë, por me tingull. Ja, tha Arditi duke ndalur për pak, kjo është muzika që bëhet me dy duar. Dhe pak me shpirt. Benita tunte kokën. E shikon? Për këtë e kisha. Kur dikush ka ndjeshmëri, dallohet. Biseda që pasoi nuk ishte më për keqkuptimin. U kthye në një diskutim për artin, për mënyrën se si muzika i ndihmonte të përballonin izolimin, kamerat, presionin e lojës. Arditi tregoi se kishte mësuar të luante që i vogël, si një mënyrë për t'u qetësuar. Benita foli për lidhjen e saj me ritmin dhe emocionin, edhe pse nuk luante asnjë instrument. Ky moment i vogël tregoi diçka të rëndësishme. Në Big Brother Kosova, jo çdo skenë e fortë ka nevojë për zëra të lartë apo përplasje. Ndonjëherë, një pyetje e thjeshtë, një keqkuptim i pafajshëm dhe një buzëqeshje e sinqertë mjaftojnë për të krijuar një kujtim që publiku e mban mend. Në fund të ditës, Arditi vazhdoi të luante kitarën, ndërsa Benita u ul pranë, duke dëgjuar. Dhe ai moment mbeti si një kujtesë e vogël se, mes gjithë strategjive dhe tensioneve, njerëzit ende mund të lidhen përmes artit, humorit dhe mirëkuptimit, në një shtëpi ku çdo fjalë peshohet dhe çdo gjest analizohet. Ky ishte një nga ato çaste që nuk kishin nevojë për shpjegim të gjatë, thjesht muzikë, një buzëqeshje dhe një keqkuptim që u kthye në harmoni. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, netët janë gjithmonë më të vështira se ditët. Kur dritat zbehen, zërat ulen dhe kamerat vazhdojnë të xhirojnë pa pushim, emocionet që gjatë ditës mbahen nën kontroll dalin në sipërfaqe me gjithë peshën e tyre. Ajo natë ishte e tillë për Benitën, Benita po qante. Jo me zë të lartë, jo me britma, por me atë të qartë të pandërprerë që lodh më shumë se çdo shpërthim. Lotët i rridhnin pa pushim, sikur diçka brenda saj ishte qartë dhe nuk po mbyllej më. Ishte ulur në divanin e sallonit, e mbledhur në vetvete, me supët e rrëzuara dhe sytë e skuqur. Alba ishte pranë saj, nuk e kishte lënë vetëm as për një minutë. U ul afër, aq sa supët e tyre pothuajse preknin njëra tjetrën.
Nuk fliste shumë. Alba e dinte se jo çdo dhimbje ka nevojë për fjalë. Ndonjëherë mjafton prania, çaje, i tha me zë të ulët, pothuajse një përshpëritje. Mos se mbaj brenda. Benita tundi kokën lehtë, por lotët nuk pushuan. Dukej sikur qante për më shumë se një arsye. Jo vetëm për atë që kishte ndodhur atë ditë, por për gjithçka që ishte mbledhur brenda saj që nga dita e parë në atë shtëpi. Presioni. Vetmia. Keqkuptimet. Gjykimi i vazhdueshëm. Në Big Brother, gjithçka ndihet më fort. Jam lodh, Alba, tha më në fund Benita, me zë të thyer. Jam shumë lodh. Alba i vendosi dorën mbi shpinë dhe filloi t'ia fërkonte lehtë, me lëvizje të ngadalta, qetësuese. E di, tha. Këtu lodhesh edhe kur nuk bën asgjë. Sepse mendja nuk pushon kurrë. Benita ngriti syt për një çast. Njerëzit mendojnë se jam e fortë, tha. Se nuk më prek asgjë. Po nuk është e vërtetë. Askush nuk është aq i fortë sa duket, u përgjigj Alba. Sidomos këtu brenda. Ora kalonte. Banorët e tjerë her pas here kalonin pranë, hidhnin një vështrim dhe largoheshin në heshtje. Disa nuk dinin çfarë të thoshin. Disa nuk donin të përfshiheshin. Por Alba qëndronte, Benita filloi të fliste më shumë, mes lotësh. Për familjen. Për mungesën. Për faktin që ndjehej e keqkuptuar, sikur çdo fjalë e saj interpretohej gabim. Për frikën se jashtë po krijohej një imazh që nuk ishte ajo, kam frikë, tha ajo. Jo për lojën. Për veten. Kam frikë se po humb veten këtu brenda. Alba e dëgjoi pa e ndërprer. I shikonte syt, jo kamerat. Nuk po e humb, tha qetë. Po e sheh më qartë. Dhimbja nuk të ndryshon, të zbulon. Benita mbështeti kokën në supin e Albës. Ishte një gjest i thjeshtë, por i rënd me kuptim. Në një shtëpi ku çdo afërsi komentohet, ai moment ishte thjesht njerëzor. Faleminderit që nuk po largohesh, përshpëriti Benita. Nuk kam ku me shku, tha Alba me një buzëqeshje të lehtë. Jam këtu. Minutat u kthyen në orë. Benita vazhdonte të qante, por qarja po ndryshonte. Nuk ishte më aq e ngarkuar. Si një shi që bie fort në fillim dhe pastaj fillon të qetësohet. Alba i solli ujë. I fshiu lotët me një pecet. I qëndroi pranë, në një moment, Benita mori frym thellë. Ndoshta nesër do të jem më mirë, tha, edhe nëse jo, u përgjigj Alba, nesër prap vjen. Dhe ne prap jemi këtu. Dritat e shtëpisë u zbehen edhe më shumë. Kamera vazhdonte të xhironte, por ajo që po ndodhte nuk ishte për lojë, as për publik. Ishte për dy njerë.